Kam përmend dietar një shembull duke thënë kështu. Një herë kanë mbajtur një lloj gare për poetin më të mirë. E dini shumë mirë se arabët janë të shquar për poezi. Dhe është formuar një komision i caktuar i cili ka vlerësuar poetët, kush është poeti më i mirë. Dhe kështu çdo garues duke hyrë dhe duke dalë, në moment caktuar u shfaq një garues me tesha çuditshme. Një garues i cili kishte veshur teshat tradicionale të poetëve të së kaluarës. Kur e pan komisioni, fituan një përshtypje se ky do të jetë i pari, nga se teshat i paska sikurse ata të parët, ku ka vesh mirë sikurse ata të parët, ky me siguri edhe shijen e poezisë ka sikurse të parët. Çfarë ndodhi? Posa e qeli gojën që të flet, i zgënjeu të gjithë. U humbi mytën të gjithë se ky ka mundësi me mendin një vend të lakmueshëm. Dhe kur e përfundoi prezantimin ky i garues, çfarë i than? Ne këtë duhet ta mbajmë mend vazhdimisht. Kjo është këshilla që ne duhet gjithmonë ta mbajmë mend. Komisioni për vlerësim çfarë i tha? I tha: "O çuni nderuar, o djalash, ose veshi teshat si e ke gjuhën, ose bëne gjuhën sikur i ke vesh teshat. Mi po teshat e poetëve të mëdhenj e gjuhën e rrugaqëve të rrugës, këto dyja bashkë nuk bëhen. Andaj edhe ne ose duhet të ngritemi në nivelin e duhur të asaj që po kërkojmë të xhenetit me fjalët tona, me veprat tona, ose duhet të rishikojmë sa jemi të sinqert në atë që po e kërkojmë për një më. Andaj një njeri erdhi tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, mata saa, o i dërguari i Allahut, kur është dita e gjykimit?" Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Madha a'adatta laha?" Çfarë ke bugati për të ti? Ti e don xhenetin e Allahut azza xal, ti e don shpërblimin, ti e don shpëtosh nga zjarri i xhenemit, mirë, e don një qëllim shumë të lartë, një qëllim shumë fisnik. A janë veprat e tua, a janë fjalët e tua në përputhje me kuptimin e adhurimit që cekëm më herët, dhe ky adhurim a është i mjaftueshëm, a është i ballshëm në jetën tënde për ta prezantuar tek Allahu xhallahu ala si kërkesë për xhenetin? Kjo është brenga jon. Kjo është derti jon i përditshëm që ne si musliman gjithmonë duhet të jemi të mbeshur me këtë petk të kësaj brenge, të kësaj telashe, të kësaj galje, më tepër se çdo galje tjetër, më tepër se çdo telashe tjetër, më tepër se çdo qëllim tjetër në jetën e kësaj bote.